Kryetari i Alternativës insiston se zgjedhja e kryetarit të vlen me rotacion është opsioni më i barabartë për të gjithë faktorët brenda koalicionit. Ai në TVM2 shtoi se më me rëndësi është modeli të cilin do ta zgjedhin për të funksionuar sesa emri i atij që do të zgjidhet kryetar. E dini se ne kemi propozuar modeli me rotacion, i cili do të ishte përsëri gjithë përfshirës i barabartë për gjithë faktorët të cilët e përbëjnë vlenin, mirë po do të shohim a do të jetë modeli kapur nga gjithë aktorët brenda vlenit. Nga Vlen për Televizioni 21 thonë se debati për mënyrën e organizimit dhe përfaqësimit të ardhshëm vazhdon, me synimin që së shpejti të ketë një Vlen më të konsoliduar dhe me lidership më të përqendruar. Tema e ditëve të fundit, por modalitetet e funksionimit të ardhshëm të vlenit është një debat që vazhdon, duke i përzgjedhur mënyrat më të mira të organizimit dhe të përfaqësimit. Në këtë frym, kjo do të vazhdojë edhe ditët në vijim. Ne jemi optimistë se së shpejti do të kemi një vlen edhe më të konsoliduar dhe me lidership më të përqendruar se ç'është sot. Secila do të jetë kjo zgjidhje në interes të vetë procesit nuk është mirë të paragjykojmë. Nga Vlen thonë se janë shumë afër shkrirjes në një parti të vetme, a do të pajtohen të gjithë aktorët brenda koalicionit që me Xhiti dhe Kasami të jenë bashkëkryetar, mbetet të shihet ditëve në vijim.